Tani kalojmë te Tirana. Ç'ne si ndodhi? 10 vjet në Shkodër, hapa zyrën e dytë, po aty zyra e dytë është pa nevojshme se Shkodra menaxhohet të mirë zyrë. Kollaj e ktheva mbrapsht, herë jam ala me zyrën që kam pas në Shkodër, vazhdon aktive. E Shkoda mbi tek ngushtë. Fillo rrita shumë. Domthon e nisha që çdo që më vishin telefonata, imagjino vishin telefonata nga Tirana, më vishin mua te zyra në Shkodër. Një kam nevojë për një shtëpi te rruga X në Tiranë. Jam në Shkodër, i thosha. Jo I herë, 2, 3, 4, 5, kujt. Shifshin ata rrjetet e mia ishin pupa, di? Unë tankohen, tu postu për ditë. Edhe I herë, 2, 5, çka kjo punë, më thosha, ishte si një thirrje, që po më vite prej Tiranës. Hajde në Tiranë. E thashun, po unë 10 vjet eksperiencë. Ja di këtë punës. E di shumë mirë ç'a bëhet. Shkodën e zaptova për sa I përket emrit e çon fuqisë, çdo njeri që qitë prona Shkodër vitet e nuk ku diskutohet e hiç, din. Noterat I njifsha tonë, din. Zaptova, po nuk kishte më entuziazëm, mos jashin tjetër klientë ka 4-5 herë, shit blej, u mërzita me ta. Edhe thash, hapi tjetër, ikum Tiranë. Duhet më mush me një grus. 1 vjet para kam fillu me lobim. Se kështu është kjo punë. Nuk ku e vetëm merr kollaj punë, po ku e me gruan, kishim edhe fëmijë e vogël. Edhe na u desht me punu 1 vjet përpara për Tiranën, sfidë madhe që në shtëpi. Jashtë sfidë madhe se lek s'kishe me shku në Tiranë, po dëshirën e kishe.